Driçi, Qosiçi, Çubrilleviçi e viç pas viçi që Viça që kishin zanafillën që nga viti 1944 në kohën e Neçertanjes, Elia Garshaninit dhe Koletesit që ishte ministri i Greqisë që kërkonin të ndanin Shqipërinë për shkumbin. Pra, gjithmonë ata i lënë dosit aty dhe sa vjen momenti, pastaj i ngjerën përsëri dosit. Pra lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës realizoi ëndrrën shekullore 600 vjeçare, që nga viti 1389. Po, lufta e Kosovës. Lufta e fushë Kosovës. E fushë Kosovës. Pra çlirimin e Kosovës nga Çengiskani i Ballkanit, Slobodan Miloševići. Sepse në vitin 1989, Miloševići aty ka mbledh 1 milion serb. Pra në kuadrin e përvjetorit të 1389, sepse serbët humjen gjithmonë kanë festuar si fitore. Është dita e Vidovdanit. Dhe ai bëri platformën e shtypjes së popullit të Kosovës. Dhe pastaj ata shqiptarët ishin të detyruar shqiptarët e Kosovës të ngriheshin për liri e për çlirim kombëtar. Dhe ndodhi ajo që tashmë ne kemi parë. Sot kanë patur një zhvillim të jashtëzakonshëm në Hag, për shembull prokurorët e Hagës nuk kanë pranuar si prova dëbimin masiv të shqiptarëve. Nuk e pranojnë gjykatësit e Hagës dëbimin masiv? Po si kanë pranuar si prova, që të UÇK si kanë çuar prova, avokatët e tyre kanë dërguar provat dhe prokuroria ka kërkuar gjykatës që mos i pranojë si prova. Në cilin vend të botës zotëri ka aq shumë dhunë, aq shumë vrasje të civilëve, aq shumë masakra, si masakra e Reçakut, masakra Mejës, masakrimi i këtë familjes së Adem Jasharit. Ku ka masakra të tilla? Ku ka pas masakra të tilla siç kanë shqiptarët, masakra të Tivarit, masakra Bihorit, Malzi, masakra ndaj popullit të Çamrisë. Pra ne na kanë dëbuar gjithmonë me dhunë. Prandaj ka ardhur një moment historik